rrugë, jemi rrit në për rrugë të botës, nuk ka më ushajnë. Na, okej, na shko më mytë, po jem ushajnë. Që mos më shajnë se gjithë modë, po mua betë të përgjigje qa do, qa s'do, në shajnë, mos shajnë se jina quna rrugë edhe nuk do më ushajnë. Është turp. Më fanë që je rrugës me taku hekri. Vërtet? Ti e di që nuk ka zemër me dalë në takim ai. Ti e di se ti e një më mirë se une. Po qa bën? Na e bësh, na je. Ti e di që ai vetëm në internet do të hajde, se shumë privat nuk të shoh, nuk do takim ai në privat. Të them vërtetën, të them një gjë. Ai nuk ka bërë një gjë që unë paka shumë i kam dëgjuar shumicat e i di shumicat e lëvizjeve. Në një këshu nuk ka bërë, në një gisht s'ka bërë. Skilla po, ka bërë 2. Ka bërë një therje për zeron që hengri 9 vjetë burg e të dytën me atë djalin që hengri të përjetshme. Për zotin, kur fol që shtu guqe, që una nuk rrajnë. Për kur fol që shtu nuk rrajnë. Ja thomën që i di edhe unë ishte historia. Ky nuk rrajnë. Për do gjana nuk rrajnë dhe nuk ka rrajt asë guqe. Pavarësisht se çaj kena në një tjetër, kur fol që shtu historia nuk i rrajnë. Po shumë e vërtet që asë gjën s'ka po. Një gjë, ti nuk i qasesh dot. Edhe meraku që kam unë, meraku, do blesh të mbaroj. Okej, po do blesh dhe ti të marrë më. Meraku që kam unë, ata kanë njerin që e kemi pa tër shok, që është ngrit aq i lartë, është aq i fuqishëm, e besoj se e di për çfarë po flasim. Hatëm privat Amerika, hatëm privat ta tregon ku shkon. Ai ka njerin që është aq i fuqishëm dhe aq i lartë, që është ngrit aq shumë, e meraku që kam unë, është që kanë nis një porësi për ty që e di me garanci. E kam merak se do mendojnë e psove nga unë. Aty më ka zënë ankthi mu. Gjëmu të thame shanë. Kam shumë probleme me njerës, gjëmu të gjësë në dhe menje bush, që ta kuptosh. Kam shumë probleme me njerës djetën private, gjëmu. Vesh di mi u thoni gjanë, se banditi është më i fortë se ai, edhe më i fortë se ti në rrugë. Shikaj shpata me thonë. Tani, se kanë pagu, e që kanë qef mja ullë ftyrën që djali, kanë qef shumë. Po problemi e se ftyrën mu ma ullin vetëm me shështu. Si ta bon ty. E pes jerën, ashtu nuk mëni nalën, se push, gjuh gjithë kushin, da. Armë gjuh gjithë kushin, nuk mëni nalet plumin. Plumi nuk nalohet. Nuk nalohet plumi, vlla. Plum bjedhët i mu. Po, pluma gjuh njëri, vlla. Plumi nuk më nalë. Amo se po më rres, po më legënos. That's not, I ain't happening, bro. Forget it. Right. In this life, no. Që se kena në jetë tjetër, vlla, ndodhën jetë tjetër, për në që danë e jo. Një jetë është, vetëm një jetë është, jeta tjetër është sprova që do na pyesi Zoti për qysh jemi sjell. Tani, ku e ke marrë vesh ti se janë mërzit gangot e Emilit edhe... Okej, nuk mund të them që ka marrë vesh në një gjë, po shikoj, logjikojmë një gjë të dy bashkë, si flisnim kur isha në burg që logjikonim sa gjëra. Është vllai skillës, po. Të tërë çunat e duan skillën, e duan shumë njerëz, e në burgje e duan skillën. Edhe unë që jam e dua. Tani, ai që është lartë fare, që unë kam problemet,
tek unë sa lek u hovën fuat. Për këtë të parën, Nuk jam din. për Nuk për jam din, këtë nuk jam din. për këtë të parën u hovën diku te 150-200.000. Ishte mund qendër të Londrës. Për të dytën besoj te një 400-500.000. Tani ai e do Milin, ai shumë e do Milin, që Mili është nevrikos ai shumë me ty, edhe po e shikon ai që ti je i vetmi që e shqetëson sepse je tropojan, edhe ja di pikat qysh ta gasmosh. Se jeni nga i njëjti vend pak a shumë e jeni afër. Tani është hedh diçka, edhe meraku më i madh është ajo që të fash. Sepse ti thua unë zonën time e kam kontroll. Në zonën time nuk guxon njeri. Po vlla. Po problemi është që kur na krijovi Zoti, të dy besojmë që ka një Zot. Zoti na krijovi me një bark. Edhe ka sa njerëz që nuk janë si unë e ti që kemi që gjejmë mundësia, vetëm ja bën barku gër. Edhe ai do ta marrë atë gër. E nuk është gjë e vështirë të vi tyja pum edhe plum me vrap. Edhe unë meraku ime është që do mendojnë sikur e psove nga unë. Edhe unë po të them për Zotin, më beson si Fabiani, si djali nga Fieri që jam, nuk kam vend asnjë porosi me të bedem. Për Allahun, për Kur'anin, për Krishtin. Nuk të kam nis asnjë porosie sepse dua t'i mbyll telashet. Mora vesh për 4 javë, po më lind djalë. Për 4 javë do kem djalë. Edhe po të them nuk ta kam nis unë, por është diçka që është me garanci brenda muajit. Edhe nuk duhet mendoj njerëzit sikur jam duke ta bërë, se nuk jam tip që të them ta bëra unë. E di, gjithë atë me zëm. Po, ti e di për çfarë po flas për atë që është në Dubai, e di sa është ngritje, sa lart është. Tek unë ka investuar 500.000 deri tani. Ata fusim i kushit tatin, a shoku imi i kushit joti. Kushërim, po hajde. Është nga tjerë, e ke kusho, tamam. Po Ka ne kushërim. kemi shok. Po ti s'ke ditë që ne kemi të bashkë. Mbrëma. Mirë mbrëma. Ku shoh? Folë kusho. Të lokali rriu, ndërmanës. Më tha zgjasim. Aha. Po pra dhe banditën kemi njëriun ton shok. Edhe unë prandaj po e them nuk ka ardhur nga unë porosia. Në rregull pra. Prandaj tha dhe banditi ta fusim një kushën të. Jam nipshet e lokali. Nipshet e lokali tani je i CH apo je B? Tani Mbi emrin po them. gjëhe. Gja, okej. Jemi i kushërin, jam nip. Normale. Në foj. Asgjë, Allah, thjesht u futa këtu. Për çfarë tha, çka ka ndodhur? Tash më kishe ne problem me banditin. Jo, unë vetëm po i them, unë mora vesh për 4 javë, po më lind djalë, po bëhem baba me djalë. Duhet i vë emrin e babit Ramet. Inshallah, me kam me më duar da. Nusja që po më lind ka ikë në Amerikë, nuk do të më tregonte, më tha për 4 javë do bëhesh baba me djalë. Tani, dua që të jetoj një jetë të qetë, po ka marrë vesh një lajm, një haber, që është hedh një kup për këtë. Edhe unë po i them për shpirtin e babit Ramet Past nuk e ke nga unë. Vetëm aq. Në rregull. Bandit ardha. Juve pos më besuat. Flisni me Tezakun, edhe ta tregon Tezaku sa i sinqert jam me si ta them. Jo, se ti nuk je budall ku një folti. Jo. O bandit. Po të me këta qyshu plekse ti, Allah. Se e di që kemi sa kushruin në tropoj, se jam nip në tropoj unë. Ore dolëm njofën. Okej, se ti e di që kam kushruin të ati në tropoj. Jam nip në tropoj.
Me këte jam plek shumë, la, u futa një natë unë, live, Në internet. po këtu në TikTok, se unë s'para futën, ja thash edhe banditët edhe u futa një natë këtu në dollën njerëzit tanë. Ande ku është Zaku, ky ka miq. Po ne kemi hallën. Po pra, ku është Zaku, ky ka miq. Fix, prandaj e kam thënë që jam nip. Po normale pra. Nuk e dija që ishim aq të afër. Besoj se mund dale kushurime këta, po? Dollën tamam në nuk. Unë po e them, nga shpirti i Rametliut, Gjëmo, bëç. Ti shumë nga faleminderit. shpirti i Rametliut, ç'a do ndovi brenda këtij muaji se ke nga unë. O vlla, mana që ti muaj ka me ma hangër bashkë kokën e karit. Ai edhe kushin e ka bashkë. Amin. Bashkë kokën e karit ma hajnë muaj. Edhe nëse ka, unë jam burr, unë në qëse a do ma boshin nërë, Do ma boshin nërë. A do i thu Shadi se ka shetë me bëllë do mua, a do i thu shote me gjanë, a ki bole me marrë në telefon me thonë hajde filan vend, shatë person që do me i bëllë do mrapa shpina, a mund i thu që kesh fjallë. Po unë kur u rrita e bërë, ore, unë kur u rrita, unë bëjmë spi unë tani e di sa mund të fusë burg, edhe prap nuk kam treguar asgjë. Unë kur u rrita me ata e u hov aq lek me vra mua. Kush je ti që do të marri ty në telefon ai e bandi? O, goc. Fix, na, më fal një sekond, i thuaj moderatorit tanë që të kaloj këtu shikoj ç'a shkruajti kushu ai. Ata paguan për mua. Ata paguan zazak për mua mbi afërsisht 200.000 me gjunin 3 herë në Londër. Ore po të them, ai atje, ai që është lartë ka hec para shumë, nuk i vere një 200-100.000. Ti e di sa letë është bandit, një barbon rrugë mund vi me gjilper të gjuan me gjilper me si dhe ike. Po, nuk e ke nga unë. Unë sa bleva një shtëpi e bandit. Sa lek, janë hell shumë lek për bandën, ha? Janë të hell tjerë, ja shada s'ke njëti. Tek unë të e para bandit janë heva afërsisht 150.000 pound e 200.000. Te e dyta ti e di vetë. Po prit duhet të regoj diçka, shiko pa. Po ty të kanë lanë gjallë, po ti e djali lollun që të shko me mu hakmarë. Me lanë gjallë, mua më gjujtën për më vra, shiko e video më gjujti drejt për më kurrizë. Po ku më gjujtën gjallë? Po pra, pse s'shko me marë hak mas i e gjallë, mas nga ka falë zotë Prit një sekund, qa fetia mua me lanë gjallë, apo më shpëtovi zoti e shkafsia ime? Po pra, mbete gjallë më ka thënë, pse s'shko tani me ju marë hak? Tani, a e pe kur më gjuajti drejt për në gjokës, donin të më hiqni nga kjo dynja, sepse mora lajmë. Ore, dëgjojnë qik, mora lajmë, ti e dëgjove që kapa 1 milion pound para 3 javë. Mora lajmë që do bëhem baba me djalë për 4 javë. Po i kam zje me fatura me rëp shpije. Morave një shpi, bleva një shpi këtu e bandit. Edhe inshallah më vjen djali nga Amerika edhe do bëhem familjar. Nuk ndjek ma rrugë hakmari. Kajt. Ja pra, du të... Piko e ja ku ke. Do të thonë nuk... Na bro, jemi sharë, ka ndovë qa ka ndovë, kërkoj ndjes, inshallah, për më të mirën, po qa do ndovi në të ardhmen se ke nga unë. Ta pim një cigare bashka, se unë i kalova, po ti besoj se do i kalosh qysh i kalova. Po gjë e mirë që ke bandita është se ke çuna të mirë afër.
Unë s'kisha çuna afër. Te motra unë e paq, unë nuk kam nevojë për çuna, unë i kam çunat, por nuk kam nevojë, sa të kem polet e mia nuk kam hakari. Kuptoj e bandit, po kur ke çuna afër është edhe më e lehtë me i përballu sa situatë. Jo, kozak, jo, nuk mbaj të Po ti bandit, o bandit. Informacion për mu. O bandit. Ku çunat e HB-s le. Nuk fash çunat e HB-s, unë vetëm fash është njeri që e do aq shumë të milin që është në një vend në Dubai. Kaq. Po pra, është HB ai. Nuk është HB ai, është një nivel shumë të lartë. Është milioner po thu. Por e vlla deri tani, a thu dhe arrisin qëllimit të kozak me mbo dom si thu ti o kozak, a thua do ju pi leku uj? Unë këtë paralajmërim e dikush ma va mu? Ma va Klevi. Pyet Klevion kur morin telefon, më fa fix kush ishte, qa po hivesh e qa po paguesh. Edhe unë i tregova diçka Klevios që edhe Klevio më va një këshill më fa, ore gyç të kuptoj. Të kuptoj fa, po pse duhet me vajt asaj rruge, se çuna si ne në përburgje kemi vuajt e ças kemi vuajt. Këto janë fjalët e Klevios kur fola unë me Klevion. Ke nxjerr ata nga kohët e egjiptianëve? Nxori Farunin kyre. Po ç'ne me Farunin ti je kristian. Kristian ka mirë me rrobë shpi.